Sikur bota të kthehet përmbys, Partia Socialiste nuk I merr kurrë më pak se 71. Nuk I ndodh. Është aritmetikisht e pamundur. Edhe sikur Luli të futet me aritmetikën e vet. Komunikimi publik I kryeministrit Edi Rama shpesh mbështetet tek sondazhet që Partia Socialiste organizon çdo muaj për të matur opinionin e qytetarëve. Edhe vetë ai është shprehur se këto matje janë më të sakta se ato të televizioneve. Në këtë kontekst, parashikimet që ai ka bërë për zgjedhjet e 11 majit nuk duhen parë si deklarata spontane, por si reflektimi I këtyre të zonave. Megjithatë, nga shtatori I vitit të kaluar e deri më sot, pritshmëritë e Ramës kanë ndjekur një trajektore të qartë rënje. Në 8 shtator 2024 gjatë asamblesë së Partisë Socialiste, ai parashikoi një fitore të thellë duke pretenduar se Partia Demokratike do të mbetej me vetëm 25 deputet, ndërsa Partia Socialiste do të arrinte 115 mandate. Një rezultat që se kishte parë në filxhan, por në institute moderne. Më 10 prill 2025, një ditë para nisjes së fushatës në rubrikën Sy më sy, ai u tërhoq paksa, kundër të tjera u shpreh. Ndoshta do të fitojmë më shumë se 77 deputet. 7 ditë më pas, në 17 prill, ai fliste me shumë kujdes duke përmendur vetëm një rritje simbolike nga rezultati aktual prej 74 mandatesh. Ndërsa në Kavaj më datën 21 prill, ai e uli edhe më shumë pritshmërim, duke u shprehur: "Nuk marrim kurrë më pak se 71 mandate, nga 115 në 71, kjo ulje tregon mungesë koherence dhe strategjie të qartë elektorale." Nëse gjithë kjo retorik mbështetet në sondazhet e Partisë Socialiste, atëherë dhe vetë Rama nuk ka besim të plot në rezultatin final. Dhe në Shqipëri, ku vota blihet apo merret me presion, sondazhet shpesh nuk japin dot realitetin.